Sot ke qenë lajme, nuk e di ke qenë me Sebin, apo ndoshta me një kolegë të Sebi? Vetëm isha. Jo, në lajme si ishe vetëm të ke qenë me një kolegë? Jo, isha tek kolegja Aida, po. Ore, dhe të dëgjova, nuk kuptova mirë, të lutem o. Jo, do ta shpjegoj. Ç'është kjo lidhje e Durana Parku, Durana tek parku, teknologjik dhe lojrat e fatit? Ja, do ta tregoj edhe një herë, po me që kishim edhe Samson. Do ta nisja me që po flasim edhe për lojrat e fatit. Dikur nga vitet 2012-2013 kishte një Barcelonë të famshme që askush nuk po i dilte luante futboll në mënyrë të jashtëzakonshme dhe vetëm Barcelona po fitonte. Mirë po, çdo gjëje ka një ndalesë edhe gjej në një moment kush do gjendej Mourinho, usta. Po. 12 mbrojtës, edhe sulmuesi kryesor ishte mbrojtës. Nuk kishte. Vetëm kështu mund të fitonte. Po. Të gjithë akuzonin, ç'është kjo lloj mënyre? Ai thoshte, unë jam futur për të fituar, këta luajnë, pse duhet të hapem unë që të fitojnë këta? Edhe e quajtën bota Special One. Kë? Mourinho, po. Special One. Dhe në gjuhën tonë, usta. Tani sot, për herë të parë, ju gjet ustaj edhe se ishte gjetur korrupsionit e tjera, ju gjet dhe lojrave të fatit. Sot? Sot më tani këto kohë? Pra shumë në kontakt me informacionin. Po qa është përmana? O Kori, për simbolikës si më tërgojë me futbolin. Po, SPAK ka nisur hetim për lojrat e fatit. Po për Duranën jo? Durana lidhet me lojrat e fatit. Jo, po SPAK s'ka nisur hetim për Duranën? Besoj se po nuk e bën publik. Dakord. Besoj se po. Durana s'vene të tim për korrektes është një nga çështjet që e ka ndjekur MSN-ja ka kohë. SPAK nuk ka Erimoni dhe Benamete për të informuar publikun për procedimet penale që ka. Tani sot ka filluar kështu hetim ndaj kujt? Procedimin penal për lojrat e fatit ne nuk e di për bastet online. Ne nuk e dinim që ekzistonte një procedim i tillë. Nuk kanë prokuroritë e rretheve, i mbyllin për javë. Jo të kishte SPAK. Jo që kishte, po kishte edhe 9 muaj. Seriozisht e ke? Po, që e hetonte të gjitha dhe ka 51 kompani bastesh online, të cilat jashtëligjshme, të cilat SPAK po i hetonte. Aksioni fundit, ta bëjmë bisedë, aksioni fundit sotëm në një pallat luksoz fiks përballë kishës ortodokse. Jo, këto janë periodike. Jo, prit, që vajti policia, i kemi dhe videot ne, ka lidhje me hetimin ndaj lojrave të fatit? Jo. Apo ishte thjesht një call center ajo? Jo, ajo është ndryshe, ajo është e prokurorisë së... Jo, SPAK-u ishte. Mos harrojmë që SPAK-u kur futet, ti je direkt në grup të strukturuar kriminal, në të kundërt nuk je hetimi SPAK. Si subjekt i SPAK-ut. Si subjekt. Pra, të gjithë ata që sot e marrin, gjatë gjithë kohës ata që kanë patur lojrat e fatit në mënyrë të jashtëligjshme, e marrin si shkelja më e vogël ligjore në Shqipëri. Nuk na kërcet, është një gjë, kështu punë e madhe. Sepse se luan gjithë populli shqiptar luan. Mirë po, populli luan, po ai do kush e organizon. Mirë po, në këtë pikë shfutur SPAK-u. Ka 9 muaj dhe tani përveç se janë në hetim dhe ku e kanë, problemi është që po të mori ai ustaj, ai e me gjithë në kuadër të grupit strukturuar kriminal, se nuk të falaj. Po kë kanë marrë në hetim që ta kuptojmë tamam, se lojrat e fatit është një fjalë shumë përgjithshme. Jo, 51 kompani di. Po mirë, hetimi s'ka filluar ndaj të gjithave apo jo? Të 51-ve kompanive? Po më fal, a janë të zezë ato valla? Po janë të zezë. Pa ai do të gjej, do të shkojë, di 51 kompanitë, ato janë në website, ai do gjej kush është pronari. Dakord. Po do të thënë, nëse ti ke 51 kompani janë vetëm në të zezë, nuk ka më shumë? Mund të ketë më shumë, 51 po heton ai. Kjo është e sigurt si informacion. Po e sigurt. Është lajmi jot ky, është informacioni jot ky që kanë dhënë. Po nuk çdoj kur në Jo, është tëndi ekskluziv, domosdoshmë se kanë dhënë mediat e tjera. Jo, nuk e kam parë. Interesant. Ndonjë media tjetër. Janë 51 që janë duke u hetuar tani. Mirë, po mos harrojmë që tani nuk jetë prokuroria e Tiranës, ku bën vetëm 48 orë në qeli dhe del me detyrim paraqitje. Tani ky ustaj që ja ka gjetë të gjithëve, ky të çon në kuadër të grupit strukturuar. Cili është ustaj? Një ka aty, Altin Dumani, se të tjerët pastaj. Ai Dumani sapo iku por tani është bravo. Jo, ka çështje, po Altin Dumani është prokuror. Po tani është bërë dhe ministri i jashtëm i SPAK-ut pra në një farë mënyrë.
Po dhe ministri i jashtëm i Spakut, po ka edhe dosje pafund. Të gjitha dosjet kryesore janë në hetim nga Altin Dumani. Të gjitha Seriozisht e ke? Po. Edhe këtë të kumarit? Po të gjitha më ai është të gjitha grupet kryesore të krimit në Shqipëri, Altin Dumani është prokuror çështjeje. Të gjitha çështjet të mëdha të korrupsionit në Shqipëri, të dyshuara kuptohet, se prezumohet pafajësia, Altin Dumani është prokuror. Po Prençi nuk ka? Prençi nuk ka? Po ka, po jo kaq sa ky. Jo kaq influencë sa ky. Atëre, Dumani është tek zoti Berisha. Mbajnë çik mend. Po. Para se thuash Dumani ishte zoti Berisha, do mos harroj që të futemi direkt e lidhja me Duranën, se nuk e kemi kuptuar akoma lojrat e fatit e Durana ku ti dash. Po shpjegoj hetimin. Ti po shpjegoj një hetimin. Po, hetimin. Do bëjmë një pauzë vogël se ragongu dhe do kthehemi prapë te ty. Programa Toksor, jemi rikthyer, jeni live këtu në MCN TV, por dhe kjo faqja këtu në YouTube. Kjo është Pëtreshi, pjesa e tretë e emisionit. Zonë Levir Official, bëni një subscribe për çetin tuaj. Ora është 22:09 minuta, jam në studio me Sokol Bregun, Flogert Muçon, Marsit Gupi dhe Sebastian Zonjën, bashkë me manekinat rreth rrotull nesh, spektatorët e mi të dashur, populli urtë i bindur, populli që pranon gjithçka që i bëhet, e vjedhin, e masakrojnë, e gënjejnë, i shplajnë trurin, dhe i prap nuk dihet, nuk ka popull më të madh se ky në botë. Urime. Ja ku është Meksi me Samsonin zëna zotrin, sapo është hedhur mendja. Nuk e di bile ka rrezik jemi ne të parë që kemi hedhur apo që në Facebook. Kanë atjere të bardha dhe të zeza me 53 euro të copa, është me çmim të mirë. Çfarë, pse kanë atjere të zeza të bardha kanë atjere? Edhe të zeza dhe të bardha. Samsoni. Ato kishe. Po kjo është njëra, po. Po Samsoni kanë nxjerr shumë muskuloz, nuk është kaq muskuloz Samsoni, të kishte gjetë një tjetër më normal, por ç'si ka. Pra fytyra është e tij, e bukur është. Po tjetra Ledio? Dhe ndërkohë Ledio më thuaj dhe lutem, a e kape Samsonin prapë? Se unë nuk e lë atë pa bënë një Ja, lajm. Samsoni i ka hik. Mos. Ora 12 pra. E humbë mor burë, e humbë po. Do fillohet fëmija i 9 vlla. Kemi porosit një video, kemi porosit na nisi me video mesazh. Do na i nisi? Ekskluziv pa. Tani? A do bëj kështu selfie? Po e tentojmë që ta marrim tani, po Per, po e kap. s'kemi arrit akoma të komunikojmë. Dakord. O Ledio, po me mja tjetër kush ishte, se kjo ishte njëra që se pashun. Me mja tjetër ishte ajo që tregove në celular në fillim. Se nuk e kemi? Jo, nuk e kam. Kisha në celularin tënd. Ta kam nis më burë? Ta kam nis dhe ty? Shive se e ke, ja, ta kam nis dhe ty, Ledio. E ke të zëlëja dhe e ke të grupi zëlë. Jo, më se pas ke të grupi zëlë, po ku e ke? E ka të E ka? Ja qova. Ta ka quar Sebastiani, Ledio. Ke ko, deri në fund të nxjerrim. Dakord? Mi Ledio, të vazhdojmë ne? Po, vazhdojmë. Riplaset fabula në ekran. Fabula e Kol Bregut. Vazhdoni bëni pyetje ndërkohë te kjo kutia e bukur që ju del në ekran këtu, në krahun tim të sa i bie, në krahun tim të djath, i bie, krahu im i djath ose krahu juaj i majt. Bëni pyetje te ky QR kodi, bëni një login, bëni një skanim dhe bëni pyetje për gjërat që ne flasim këtu në studio. Mos bëni komente, nuk lejohet, vetëm pyetje. Kol Bregu, më bëre pak a shumë ekspozen e hetimit. E hetimit që ka filluar Spaku prej 9 muajsh. Po. Që ne e morën vesh tani ndaj orave të fatit. Po, ajo zhvillim interesant që ka qenë, që e ka marrë seriozisht, do të thotë, është një zhvillim kur shefi i opozitës Sali Berisha nxjerr në faqen e tij Facebook një nga kompanitë online të jashtëligjshme që funksiononte në Elbasan. Dhe për këtë është marrë më njëherë hetimi i Spakut. Po. është nis nga doktori? Jo, ai e kishte hedhur në Facebook. Qartë. Në hetim, Po? ka patur zhvillime, i është kërkuar me njerë AMFL-s, i është kërkuar institucioneve të tjera shtetërore, të dhëna për atë kompani, çfarë dinin, pse nuk ishte bllokuar e tjera me radhë. Pra që të them që hetimi është tejet serioz. Qartë. Dhe, por, nuk kuptohet, derisa të përfundoj dhe të ketë të pandehur ky hetim, kuptohet që çdo kush... Deri tani s'ka të pandehur. Jo, është hetim. Hetimi, nga ato që unë kuptoj, hetimi pse duhet ta thoja në këto momente, sepse me ato që kuptoj, hetimi zgjat paktën një vit dhe në shkurt është nisur të vitit shkuar, besoj në shkurtin e këtij viti ka gjasa që të formëzohet, të ketë edhe të pandehurit e parë. Qartë. Tani që të lidhemi ke pjesa.
Jo, pa zakonisht jo, nuk ka. Hetimi nuk ka fate, po zakonisht ta që i qonë spaku hetimet që ka... Një vit. Rreth një Normal, vit. edhe pak është bire. Tani, ku është një lidhje për seriositetin e plot të kësaj? Besoj që Prokuroria Speciale ka kuptuar fare qartë që duhet i godasi grupet kriminale tek paraja kesh. Sot, bastet online japin në Shqipëri afërsisht të gjitha bashkë, se 51 janë e tim, unë mendoj që janë 200 në Shqipëri, por të gjitha bashkë japin në vitin më të keq, që kur janë krijuar 1 miliard euro, dhe në vitin më të mirë 2 fishin e kësaj shifre. Më thuaj se çfarë të bën krimi organizuar duke patur bastet e palishme, duke qenë se ka 1/4 e buxhetit shtetit. Vetëm nga kumari. Duhet kuptojmë një gjë, që kaq para nuk i fiton dot as në trafikun e drogës. Prandaj lufta për territor të basteve të palishme dhe të kazinove të palishme është e madhe. Është tirë në gjithë teritorin kjo hetim, o është vetëm Tiranë, të 51 kompanit? Në të gjithë Shqipërinë. Është gjithë Shqipërinë? Gjithë Shqipërinë. Okej, dakor. Domethënë, kudo që ka një IP që hapet me ato adresa që ai ka në hetim, është në hetimin e SPAK. Tani, është kuptuar që ka shumë para. Dhe gjatë gjithë kohës, paraja kesh i mjafton atyre për të korruptuar këdo, për të futur kudo. Kjo ka rënë në sy të prokurorit special, i cili besoj tani do ta zhbëj këtë gjë. Mirë po, një nga arsyet... E ka Dumani të dosje. Ka Dumani dhe prokurori, dhe i prokuror tjetër, janë 2 prokuror të çështjes. Në këtë moment, çfarë mendohet? Që ka dalë ligji për bastet e lishme dhe ende nuk kanë filluar nga procedura. Kush e pengon? Komisioni, i dhënies së licencave. Më falë, ka kaluar dhe komision parlamentar që qërë ato nën... Edhe nën ligjet nuk punon. Akte në ligjore ka kaluar? Janë në përfundim aktet në ligjore, për komisioni... S'kan kaluar, pra. Po komisioni është ai që duhet të... Ky i dhënies së licencave i cili vonon në çdo moment, kur ti paraqet, ky është kryesori. Komisioni i dhënies së licencave që është një komision shtetëror. Shtetëror normale. Shtetëror. Është i kryesuar nga kush? Gjergjitau. Gjergjitau. Në moment. Në këtë moment. Tani, cila është puna e SPAK? Për të parë, a ka lidhje ky komision me pengesën e lishmërisë dhe a ka ndonjë lidhje me palishmërinë? Kjo është një ndër pikat e hetimit. Qartë. Pra pse nuk bëhet, pse nuk kthehen të lishme këto? Pse nuk kthehen të lishme? Pse nuk legalizohen? Jo se ka SPAK-u në një merak të madh pse nuk kthehen. Por duhet të godasi paran e jashtëzakonshme që ndodhet në grupet kriminale. Çfarë duhet kuptojmë? Arrestoj sa duhet i grupeve kriminale njerëz. Bën të tjeraj. Sot kushdo e ka ëndër që nga fëmijë të futet dhe të militoj në bandat e mëdhaja e grupet kriminale në Shqipëri. Se ka dhe shumë lek. Po, atere, kë duhet i godasësh? Atë që tha Falcone. Parat. Dhe i parat duhet të drogën po ja godet. Po si godeti të bastet e palishme, është njësoj si kur është në vënd numëro. është para shumë e madhe. Dhe është para kesh. Duhet them, personazhi kryesor në Shqipëri, i cili është dur, Pervis Martinaj, e bëri famën e tij për një arsye. Kishte shumë para kesh. Sepse kontrollonte bastet online. Nuk merre me trafik droge, nuk merre bastet kishte. Po bastet e palishme. Dhe ishte numri... Do të kujtojmë për publikun i cili nuk është ka në memorje të madhe, që bastet i ka kur erdhi Rama në pushtet në çfarë viti i nxori, kështu që i bllokoi këto. 2000 Ishte mandat dhe parë, po Gert? Që në fillim. Jo. Loj aksion, jo. Tahiri pra? Këto me... Bëri një rregullim, fundi, më fal, ishte aksion... I rregulloi me ligj, por besoj... Në mandatin e dytë në duket apo të parë? Mandatin e dytë. Po, qartë. Nuk e linte grupi parlamentar. Bravo. Në mandatin e dytë... Pra në një famënyre, i nxori jashtë loje... Dhe i futi prap në... Jo, si ka futur? I latë pa legalizuara. E kaloi parlamenti. Ka pas shumë vite është më burë.
Tani 6-7 vitesh. 6-7 vitesh o burr. Po, e la. Po, pra. Pra, imagjino se çfarë janë bërë këto 6-7 vite, valla. Marsit. Problemi është që Para jashtëzakonshme. Rama politikisht mbaroi punë. Dha atë verdikt që të rikthehen bastet në një lloj forme online. Po ka 2 vjet duket. Po. Po. Tani, ata që duhet të zbatojnë janë të tjerët, nuk është Rama. Nuk do merret Rama me aktet në ligjore. Merret dikush tjetër. Rama hes një firmë. Unë po pres tani, po pres se ma mbyllësh ti gjithë të fabul, duke me thënë ç'lidhje ka me Durana tek parku. Po. Ja, kryetari i komisionit Ëh? të dhënies së licencave të baste është dhe administratori Durana Park. Ëh? Po nuk është vetëm Është dhe administratori Durana Park. Po nuk është vetëm administratori Durana Park. Ka dhe kompaninë e lëvizjes. Një sekond. Se unë këto gjëra se i kuptoj shumë mirë. Po. Pra, ky që ka kryetari i komisionit të Njëkohësisht, pra. i komisionit të Dhënies së licencave të basteve. Është gjithashtu dhe administratori i Durana tek park. Po. Tek logjik. Durana bukur. Dhe ka gjithashtu te ti firmën ndër firmat më të mëdha të lëvizjes së parave online. Ç'të më thën kjo? Parave online Cilën janë firmë? Cilën firmë që parave të online? Do ta kujtoj Pajsera Albania. Si quhet? Pajsera Albania. Po ç'është kjo firmë? Si ç'më më thën të kalimit parave online? Kalon parat online. Si forma e Është si puna e PayPalit? Po e PayPalit. Po ç'është? Kjo është firmë tjetër, është aplikacion tjetër. Këtu e përdorin. Edhe kontrata shtetërore ka pafund. Oh. Po atë më komplet në. Tani, ku është problemi më i madh? Po ç'të keq që ka këtu që është një person që ka këto tre. Online janë online, para do lëvizin online. Si mund të jetë është njësoj sikur a mund ta vëmë ne pronarin më të madh të ujit pagas në Shqipëri, drejtor të ujësillsave në Shqipëri? Po do mbyllë rubinetat me shit ujin e vet. Mund ta vëmë pronarin më të madh të minierave, drejtor të minierave në Shqipëri? Po si këtë do vëmë? Është konflikt interesi thua ti? Konflikti hapur interesi si Komisionit të licencave. Në? Sepse i bie të gjykoj veten. Prej 18 muajsh nuk e shtyn dhe nuk e nxit procesin e ligjërimit basteve. Pra ky është konteksti i asaj. Edhe për këtë sultani Ramsi IV i plot fuqishmi, i pafyshmi. Nuk di që fare apo s'pjerdh ai po do merret me këto gjëra. Besoj tani. Sa gjëra ka idej do merret me këto gjëra të vogla. Sultani nuk i din, po kur i shef atje në fotografi që hyn para spakut, aty kujtohet që thot ky ishte bashkëpunëtori im. Është nevoja e shtyrjes përpara të ligjërimit basteve. Ky është nuk e shtyn. Pa e tha poli po, nuk e shtyn. Ky është problemi. Sultani i shef atje pastaj, që bëjmë paradë. Jo më kot tash. Dalje dhe hyrje. Ka shumë para në lojë pra prandaj. Kur hyn atje përpara spakut. Atje ishe ashtu siç i ka parë gjithë me radhë. Po do të thon ti, po atëre një sekondë. Sa kohë ka ky që është i njëjti person the ti, që i ka të treja këto funksione? Që në momentin që u hap Durana Park. I dhanë dhe këtë pozicion. Pra para një viti e ca është apo në shkurt është apo ajo? Ja dhënë në shkurt, i dhanë dhe këtë pozicion dhe këtë, të dyja bashkë, një herësh. Po mirë, se thuash, është shkelje ligji kjo? Shkelje diku ligji këtu, pra ka një vepër, ka një gjë që funksionon? Jo, do ta shpjegoj që kjo është një aferë ndryshe. Konflikti i interesit është në kompaninë që ai ka. Prit mos flisni një kohë. Konflikti i interesit është me firmën e madhe që ai zotron të parave online. Aty do lëvizin paratë e basteve. Po je i bindur të që zotron ai atë dhe nuk e ka hequr dorë ai dhe mund nuk e të lënë dikë tjetër? Aktualisht po thot Çani. Absolutisht. Vazhdon, është aktualisht administrativ. Se ti e di që këta kur marrin një post, heqin dorë nga një gjë private. Jo, i ka të dyja. Si deputeti. I ka të dyja. Me emër. E vetmja gjë kjo bën diferencë, jo se s'është ai ai do jetë prap. Po mos është ka vërë njëri tjetër dhe para ligjit të shrehu. Jo. Si punë deputeti pra që s'lejo të jetë administrator, dhe CEO diku. Atëre, jo vetëm që vazhdon ta ketë. Vazhdon. Por këtë kompaninë e parave e ka së bashku, dhe ky është një hetim i MCN-s prej shumë kohësh, e ka së bashku me një ndër drejtorët e akuzuar të 5D së Erion Veliaj. Dakord. Që ka e thellë, më beti, që ka i thellë. Jo, vazhdoj. Që ka i fell, Jo, atëre, vazhdoj. Të gjithë lidhjet e tij, të gjithë lidhjet e tij, tashmë po këputën, se i këputa i mjeshtri. Kur thash ustaj se prandaj ta lidha me... Prandaj kemi është emrimi nga Blendi Gonxhe. Ja, një sekund koli. Si te Durana, si te komisioni. Dëgjova Blendi Gonxhen. Po, është emrim, është i emruar nga Blendi. A, i ka vënë Gonxhe? U e ha dhe Gonxhe, dhe më thënë. është si te Durana, si te komisioni, dhe kanë nënshkruar kontratat,
si për Ergysa Gasin, por në Do dilja edhe tek për kjo Ermal pjesa. Beqirajn. Pra i kanë nënshkruar, pra Koli e di më mirë se kanë ndjekur. Jo, investigimi nuk është Çfarë kontratash? Ky është investigimi i MCN-s, Çfarë kontratash janë kol? kontratat e Duranës. Ky ja ka thonë Çfarë Ergysa kontratash? Gasit. Kanë marrë para këta nga Durana. Jo, ata Janë bërë pjesëtar, kanë dhënë para. Janë regjistruar. E po ç'kontratësh? Ata Kot. kanë ikur kanë marrë lehtësira fiskale nga shteti. Nuk i kanë ja jep ligji, nuk e jep Durana. Durana është instrument ligjor. Durana Nëse s'do të ndryhy, jo. Durana është i gjithë një Vazhdo. shtetje e hapur e asaj, po sot mund S'kemi vendim gjykate akoma për këtë. mirë. Kështu nuk ishim dhe për akshin. As hetim, siç kemi për këtë. Mirë, kështu nuk ishim dhe për akshin dhe atje janë. Për sa kohë s'kemi, Hetimi themi që Është s'ka. fillim, është fillim. Hetimi. Po ne kemi drejtë të flasim apo jo? Do më thënë, edhe për akshin kështu është. Dhe dyshojmë rëndshëm madje. po. Kjo është detyra jonë si gazetar. Okej, prezumohet i pafajshëm kudo, nuk ka lidhje me atë. Lidhjet e tij janë të pafundme, nuk është vetëm se ka marrë këto dy detyra. Kontratat e tij janë Ergysa Gasi, Ermal Beqiri, të gjithë lidhjet e tyre, ata që janë të akuzuar në bashki për afera korruptive, këto janë lidhjet e tij dhe nuk mund t'i shpëtoj Spakut një emër i tillë në të gjithë këtë ombrell. Kështu që fillimisht një herë, ajo që është e dhënia e licencave, sepse hetimin e kishim atë që folëm në fillim është për bast. Nuk mundet, që kryetari i komisionit dhe kjo do të jetë objekt i hetimit. Se në të vërtet, shiko, do të kujtoj Nuk mund të theti kryetari i komisionit vazhdoj fjalin? të ketë edhe kompani të parave online, sepse bastet online do lëvizin me parat online. Dhe ky ka tregun më të madh të parave online në Shqipëri. Është haptazi shkelja më e madhe në konflikti më i madh i interesit. Po për një sekond, banset online vlla. Fatikisht njerëzit hedhin lek online te këto banset? Po online se nuk kemë cash në baste. Jo, po nuk është Banset më. online që janë të palishme, pra këto që janë të zezë. Të palishmet. Po të palishme flasën o, por Të palishmet ka lidhje Atje bëhet nami o pra. Atëre, të palishmet ky po hetohet, a kanë ndonjë lidhje që ky nuk shpejton me nxjerrjen e akteve nënligjore, me dhënien ndihmë duke favorizuar kështu krimin e organizuar. Se e ka marrë Po Spaku. banset online të lishme ne s'kemi akoma të legalizuara. Po. Vetëm të palishme, janë vetëm të zeza. Atëre, E mora vesh. Po mi një sekond, po parat nuk janë online pra të bastet. Këse janë duke të thënë. në këtë moment. Ky është Po, në gjithë të vite, në gjithë të vite. Këtë pozicion nuk mund ta kishte sepse rregull. ka edhe në moment Nuk mund. Thjesht them nuk është konsumuar vepra. Ky është komision apo ky është komision apo ky është vetë ali vetë di pra ka bord, vendos bordi apo vendos ky. Teorikisht ka drejtë ai. Kryetari. Po konsumuar vepra nuk është, sepse nuk ka akoma para online është në konflikti baste. pastër interesin. Teorikisht jam dakord me ty. Atëre, dhe e dyta, po shikohet, a ka ndonjë lidhje midis grupeve kriminale, sepse kur ta thash në fillim, në kuadër të grupeve të strukturuara kriminale, nuk po futet Spaku se luan Sokoli 2 baste online nga telefoni. Se kjo nuk është procedurë e Spakut. Spak futet atje ku ka dyshime për grupet strukturuara kriminale. Dhe në këtë moment po heton këta që po favorizohen dhe i kanë bastet e palishme në këtë moment. Apo favorizohen nga komisioni i dhënjes dhe të licencave të basteve dhe po a favorizohen nga kreu i saj cili ka një lidhje të tillë? Dhe online nëse lëviz dhe ata nëse lëvizin, prap do lëvizin në këtë lloj forme megjithatë ky është një objekt i hetimit të Spak. Lidhja më pas me Duranën është po ky njeri në ato kompani si administratori Duranës, në po ato kompani që ky i dhën lehtësi të fiskale, ato që ka krijuar kontratat e para, ka dhënë 50 kontrata, sërish prap këta kalojnë po tek kompania e tij në dhënien. Kjo është unë në logjikën time e kam quajtur si një lindja e një gysi të ri. Sepse ishte lidhje e tij. Por të shkuar shok me gysin, ka që shok me gysin. Gysi, do më thënë, të gjithë këta mund të jenë shok të gysi. Këta mund të jenë shok të gysi. Jo, kot pyte. Jo, vazhdoj logjikën, Për të thënë këtë logjikën ashtu... Për ta mbyllur. Pra, po, procedimi parë penal që ka bërë Altin Dumani është në Lushnjë, si shef. Dhe kur kam parë hetimet, është një punojse aty e bashkisë Lushnjë. Për bastë të gjithmonë? Jo. Ah, okej.
Dhe thot ajo kur në përgjime del që merr shefin e vet. Po shef, na pas ka ardhur ky spaku sikur ç'a do na bëj. Ç'a ti them mund këtyre? 3 muaj më vonë, kur doli nga dera e bashkisë me pranga, i erdhi në mendje se kush ishte spaku, edhe se ç'a bënte spaku, edhe se si ti merrte në përgjime haptas fare. Kur i vati prokurori ishte kështu janë të gjithë në. Kemi parë burra më të mirë që kur shkojnë, në këto momente janë kush ishte përpara se ti nxirrte një masë sigurie, spaku Ergyes Agasit, e ishte Lordi më mbreti i Shqipërisë. Sot ku e ke? Kështu janë të gjithë. Qartë. Do më thënë, kur je atje lartë nuk mendon kur se qa vjen më pas. Dhe prandaj ta lidha me, po ka ustaj çdo gjë. Vjen ustaj. Edhe ka nisur hetimin. Në fillim gjithve ju duket, ti mund të luash 5.000 lekë online në bastet palishme, e thu, unë ka spaku me mua do meret. Jo, ka pun me ty spaku. Ka me këtë lidhje, se ka shumë para. Edhe është një buxhet shumë i madh, i cili i shkon krimit organizuar. O Kori, mos është ka ullë që pja atë stekën spaku tani më burë. Ne po prisin mene me gjërat më dha, po mene e ka ullë pak stekën, ka vajtë të këta të vegjnë. Po, shiko. Urime nga kjo ministria, më thonë që... Nga cila ministria? Nga ministria e... Ekonomisë? Ekonomisë. E Bledi Gonxhes. Më thonë që në fakt, thotë e vërtetë është që komisioni pret dalin aktet në ligjore nga ne, për cilat ne jemi duke punuar dhe nuk kanë dalë akoma. Pra, ata thonë që nuk e ka fajnë komisioni i Gjergjit. Ne si kemi quar akoma komisionit në jakt në ligjor që ajtë mund të vazhdoj punë. Mund të... Se nuk e bëjnë tani... Atere, mund t'i thuash që... Pyetit, ja thujo, nuk e di, jo, po, Dion, këtë përgjigje jepja kur të shkosh atje të spaku. Besoj... E gjove besoj, po. Atje, e di si thanë kur i mori këta takshit? Që të gjithë antarët e KVO-ve të akshit, i ke në dosjen e spaku, gjithë thonë, ti pse firmon se pyeste prokurori? Unë s'kam as profesion jurist, kot, s'kisha pun, u fut aty, më thamë firmose, e firmosa. Por të gjithë, në resht, të gjithë asnjëri se kishte detyrën e tij, jurist dhe ishte antar KVO-je. Është çmenduri të gjithë antarët e KVO-ve që hidhnin firma, jo në këtë rast. Është me qëllim, jo bëhet me qëllim, vlla. Po normale. Se me këtë heqim vetëm janë 18. O si fillove e pyeste prokurori, o si fillove punë. Vajta tha ishte hap një vend e pash atje, tha. Fillova më pyetën, ku ke punu? O sa mirë, hajde fillo punë. Ku e bita, tha, rroga ishte e vogël, më futën direkt te KVO-ja. Mish për top më burr. Mish për top më. Po dihet ai më bet valla, po dihet ajo. Po pse më? Ta janë gjithë kurbanët administratë. Po patjetër o burr. Janë domethënë ata në Ore, këta si ata në luftë mo, si quhet ai brezi i parë ushtarëve që duhet të vdesin. Si quhen këta? Se si quhen këta, haroj gjithmonë me afos ky. Tani, pse të duket e vogël, mua më duket e çuditshme. Në Aragongu do të Ne do flasim po. Ne? Ne do flasim edhe për drogën, por kjo është thjesht fishi i drogës. Para e madhe. Kur do flasim për drogën? Mund të flasim edhe për drogën, por kjo është thjesht fishi i drogës. Ka më shumë para thodi. Pafund. Pyta. Droga, lek. Edhe më pak risk këtu e po. Edhe më pak risk. Fut zero më, ku të rafësh Ky vetë është njerëz, thelbi, bra. po ngelën borxh. Ua, ça perle. Pra, për ta Shit. Pra për ta mbyllur. draftet e akteve nën ligjore janë të korriku 2024. Tani duheshin 18 muaj, tyre që të shkruajtën dhe që kërkojnë për t'i bërë këto llogjere, sepse mund marrim raste për shembull, ish ministrit e ekonomisë. Jo, që të kuptohemi. Unë nuk thash që ta kanë bë mirë apo kanë bë keq. Po marrim rast pas rasti. Ne po thonim që ka disa hapa. Pra hapat janë në momentin që dalin aktet e ligjore nga ministria, vazhdon punën komisioni. Koli tha i ka blloku komisioni. Për sa kohë si kanë vajtë aktet në ligjore, i bie që komisioni nuk i ka blloku. Ndoshta komisioni kur t'i shkojnë, i vonon i luan fenore. Nuk po them unë që janë burrat mirë. Po në këtë moment procesi është kemi Ministrinë e Ekonomisë me draftet në ligjore, kemi këtë që tha Koli për komisionin, mund të shohësh open... S'është ministra i zotërias, nuk si dia së mund të shohësh opencorporates.al dhe të kontrollosh emrat dhe të shohësh se sa kompani ka. Mund të flasim për kompaninë që ka. Dhe kemi dhe raste precedente, për shembull, kemi rastin kur ka qenë vetë Arben Ahmeta i ministër dhe aktet në ligjore Se duhet i ikin se Aragongu. 2017 ke Kam debatën për këtë fare. Nëntë akte në ligjore brenda një muaji. Pra më kupton, pra kemi precedenca. Zoti Ahmeta ka qenë ministër ekonomia. 9 akte në ligjore brenda një muaj. Tani kemi komisionin. Komisioni thot ministria. Ministria thot komisioni. Tani këtu ka një gjë. Pra, janë aktet në ligjore. Do më thënë, shkon
del VKM-ja, duhet pasuruar me akte në ligjore, është qenë korrekt 2024-s, nuk dalin akte VKM-a në është ligj, është ligj, është më shumë se VKM. VKM-ja është për zbatim. Po pra, është ligj është më shumë se kaloi në parlament. VKM-ja është për zbatim. Ajo që po mundohem të them, e shef pra se si i bëjnë, pra... Po fitojnë sa më shumë kohë se është shumë lek i madh të lojë me e tha Kori, më është çmenduri. Po ky hetim pra po bëhet në SPAK. E mora vesh. A është dhe pastaj t'i japin përgjigje. Se i sistemona i ustaj atje. Se kur futesh atje, futesh me Gucci ose çaj është kjo firma në... Mos ki kaq besim. Jo të gjitha rastet janë kështu. Deri... Po shohim që dhe shumë pasuri sekuestruara polirohen. Do kem besim deri në 31 dhjetor 2028. Deri në 31 dhjetor. Dësa unë mendoj që do e marrin vesh tani në fund. Deri në 31 dhjetor 2028 ka lajme sa duash. Të tilla do hetohet dhe i fundi në këtë. Unë them që është vonë deri atëherë. Po kaloj shkurti dhe s'ndodhi gjë. Ja, si... Ciao. Atë që thot opozita të Pier Rama... Ajo të natë në mirë dhe paçi fat. Natë mirë dhe paçi fat. Kam unë parashikim për atë. Sulmi më i madh që SPAK do bëj është janar shkurt 2028. Urdhë? 2028? 2028. Pas 2 vjetësh? Po. Aha, rofsh. Ky është në... E po natë mirë atë. Kam që them unë në... është parashikim. Unë e kam parashikimin. Sepse atëre është fundi prandaj. Atëre është shantazh i madh. Çdo bëni do na hiqin tani apo të vazhdojmë? Tani shtilim mandatin. Po unë e di këtë gjë, po kam frikë se është duke u bërë kjo. Tani po flasim ne. Ky shantazh duke bëhet atëre, ka filluar tani. Nuk e besoj që është kaq i shpejt. Po iku deri atëre mbaroj mandati 4. Jo. Zgjedhjet e vitit besoj që te zgjedhjet e vitit tjera ende Partinë Socialiste e drejton Edi Rama, nuk ka asnjë lloj dyshimi në atë që kam parë edhe në përgatitjen e dosjeve në edhe jo vetëm kaq në SPAK. Jo vetëm zgjedhjet, çdo gjë tjetër. Nuk është në lidhje, po te bastet edhe të gjitha ato të tjerat poshtë po do bëhet kërdia. Ç'si ka? Domethënë, tu një bie me qindra ngrihen. Jemi dakord me ty. Që në momentin e tij që e mori detyrën, Dumani tha një gjë. Ne... Ky po flet për Dumanin, që ka marrë tani, ndërkohë që ka lënë Dumani detyrën. E vëre konin sa bukur flet? Jo. Dumani tani... Shiko. Po le të jetë më burr, tani u bë i riu, bravo. Bravo, s'ka asnjë dorë në asnjë dosje. Po pra. Prandaj them unë Dumani është pjesë e çdo dosje. Unë them që SPAK-u ka ndryshuar. Jo, është në disa dosje të forta. Është pjesë e çdo dosje. Sa dosje të forta. Po ç'është? Korrupsion kryes, po. Ai është pjesë e çdo dosje. Bëjmë një xhiro dhe rikthehemi me fabulën tjetër le të. Se do ikim deri në atë. Jemi rikthyer miq. Bani frymën miq. Ora është 22:37 minuta, zonja zotëri, jemi live këtu në MCN TV me Sokol Bregun, Marsit Gupin, Flo Gert Muçën dhe Sebastian Zonjën për të dekriptuar aktualitetin politik në Shqipëri dhe jo vetëm. Plasët fabulare në ekran, le dio.